Të dashur shikues, tani është koha për bisedën e këtij edicionit të Nëpër Filmit. Kam kënaqësinë që ta mirëpres në studio regjisorin Ilirian Himaj. Bashkë në këtë bisedë do të shpalosem çdo detaj sa i përket filmit të tij më të ri me titull Ngrëk. Përshëndetje Ilirian, të faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën tonë. Merci. Kënaqësime të pas në studio dhe me diskutu për një film që me të vërtet është vlerësuar shumë kur pati premierën në kuadër të Prifestit, premierën kombëtare. Fillimisht na trego tani se si po ndihesh kur e ke kalu edhe këtë, ta themi kështu kushtimisht të test për të parë se si po e pret publiku kosovar. Po saktësisht pas një kohë të gjatë dhe në shumë viteve punë, më në fund filmi e pat premierën e tij. Me thonë premierë botnore, tash në rrugtimin e tij kjo do quhet premierë nacionale. Për mua personalisht është një shlirim prej asaj ngarkese shumë vjeçare cilën e kom bart me vete gjatë procesit të prodhimit të këtij filmi. Andaj kontakti me shikuest ishte një shlirim i madh për mua, gjithashtu edhe për ekipën e filmit, edhe për cilët për shumicën e tyre ishte premierë gjithashtu, që nuk e kishin pa. Edhe më në fund edhe ata e panë punën e tyre, mas një kohë gjatë, edhe shumë prej tyre kishin filluar edhe me harru rrëfimin, edhe ato çfarë ka ndodhur gjatë procesit të realizimit. Po definitivisht ishte një shlirim, edhe jemi shumë të lumtur me feedbackat që kemi marrë, me përshtypjet që kemi marrë nga audienca e jonë. E di që filmi nuk është i lehtë si përmbajtje, edhe ka prodhu një gjendje pak çuditshme, edhe duke u bazuar në stilin, në zhanrin, po edhe në përmbajtjen e tij. Prandaj, megjithatë unë si autor në këtë rast ndina i përmbushur, se kom arrit qëllimin tim. Qëllimi nuk ka qenë që audienca të argëtohet në një formë tjetër, për qëllimi ka qenë të trazohet, një farë forme të trazohet edhe të ngjallet një emocion pak më i thellë dhe jo se përfaqësor që shpesh i marrim prej filmave. Patjetër. Ilirian, përveç që je si regjisor i këtij projekti, nëse nuk gabojm edhe e ke shkruar skenaren, por po ashtu e ke bërë montazhin e filmit, pra ke kohë gjatë që merresh me çdo detaj të këtij projekti, derisa po tregon që me kalimin e kohës aktorët paksa kishin harruar se si kanë shkuar skenat, ti ke qenë aty gjatë gjithë procesit. Sa ka qenë e vështirë si proces pasi që i keni përfunduar xhirimet? Natyrshëm unë e quaj veten skenarist. Me qenë se pothuajse të gjithë filmat e mi edhe të shkurt, edhe këta tjerë të gjatë që i kam në proces, jam skenarist vetë. Po puna si montazher ishte një nevojë, ma shumë se sa dëshirë, edhe unë ma herët asnjëherë në asnjë sekond video nuk e kam montu. Edhe ka pas dikush tjetër me montu filmin, po për arsye personale, teknike, nuk ndodhi. Edhe në mungesë të fondeve, pastaj u detyrova që me u përcaktu, që me provu me montu vetë. Edhe kur fillova, kisha pas ditë me montu, nuk e di ku. Nuk e di ku e kom mësu montazhin. Po ka ardhur si nevojë. Prandaj me gjasë edhe duke mos qenë montazher me provoj, kom pas nevojë për ma shumë kohë, për me apliku ato që kom dashur. Një për arsyeve pse filmi është vënë realizimi i tij. Po gjatë këtij procesi më besoj që kom mësu shumë prej montazhës, kom mësu shumë për komplet profesion edhe për fushën e filmit. Montazha, ndoshta unë javë sugjeroj edhe skenaristave me mësu montazhin, dramaturgëve, se fillojnë me mendu në fragmente, të jep një pikpamje tjetër, në mënyrë tjetër të rrëfymit, e mëson një aftësi tjetër. Është plus që është kështë qenë mirë edhe dramaturg me njoftë. Dua pak të ndalem tek feedback, tek ato kritikat apo vlerësimet që ke pranu pasi që u shfaq filmi në kuadër të Prifestit. Çka të kalon më shumë ti përshtypje dhe a ka arrit drama jote që të komunikoj ashtu siç ti e kishe imagjinuar nga fillimi me publikun? Faktikisht drama ime ka komuniku ma shumë se ç'duhet, e kam përshtypjen. Nuk kom prit që filmi kom qenë aq i rënë emocionalisht, në atë mas.
Megjithatë, gjatë procesit, ne nga njëherë hupim ndjenjen e emocionit edhe nuk e kuptojmë në çfarë tonaliteti po flasim. Edhe kur është reagimin e shikuesit, ti e kupton që jo që e ke përmbush misionin, po e ke te i kalu në farë forme. Edhe ka pas reagime shumë të ndryshme, ka pas tilla që kanë fillu me thonë, ma kanë marrë nati mu, edhe pëse filmi është kaq iron, pëse po ja u prodhon atë gjendje jo shumë të këndshme, që dikuja ka prodhu. Ka pas reagime tjera që kanë thonë që nuk kom pa diçka ma të bukur një teme. Kom pas raste ku një personit saktum në publik, mas filmit i kom kërku ndjes për përmbajtjen e filmit. Edhe më ka... Ka përkuar diçka me realitetin. Pa. Edhe realisht ka qenë ajo që nuk e kom prit me dëgju pe i saj, që ka qenë t'lumt, bravo, pa merak filmi ishte shumë i bukur. Kryesisht kritikat kanë qenë pozitive, përveç që filmi ka përfshi audiencën në një dimenzion tjetër. Po them që nuk e kam parashikuar deri në këtë nivel, po megjithatë jam i lumtur që filmi ka komunikuar në këtë formë. Në fakt, e tregove pak më herët që rrugtimi i filmit vetë se ka filluar, pra ndoshta do të kaloj edhe ca kohë derisa ai të jetë në dispozicion e publikut përmes shfaqjes nëpër kinema apo ndonjë formë tjetër, çfarë do që të zgjedhni ju pastaj tutje. Po më intereson ndoshta pak me informu publikun për temën që e trajtonin në film. Mu më pëlqen kur e prezantoj, më pëlqen me prezantu një formë shumë të butë. Është filmi flet për dy të ri, për Agun dhe Tinën, cilët njoftohen në rrethana shumë të vështira të secilit prej tyre. Edhe në ato rrethana të dy përpiqen me tërhiq njëri tjetrin prej gjendjes cilën ndodhen, edhe në farë forme me u shndru në shpëtimin e njëri tjetrit në dramat përkatëse tyre. Këtë qasje pak më ndryshe të rrëfimit, që si që po e shpjegon edhe ti dhe nga ajo që po mund ta kuptoj prej kësaj interviste, atë kanë ndihmu ndoshta eksperienca teatrale në skenën e teatrit për këtë pjesë? Kisha me thonë rrugtimi im artistik ka fillu me pikturën. Unë fillimisht kam studiu pikturë, prej 2003-2008, bachelor dhe master, pastaj kam studiu regji filmi, bachelor dhe master, momentalisht po bëj një doktoraturë në regji filmi. Gjithashtu kam eksperiencën time në teatr, që kam punu 3 shfaqje teatrale, 2 prej tyre në teatrin kombëtar dhe një në teatrin e Kumanovës. Teatri ta mëson një lloj komunikimi me literaturën edhe me autorë tjerë. Gjithashtu ta mëson procesin e punës me aktorë. Procesi i provave, domosdoshmërisht të obligon me gjetë zgjidhje dhe me u formësu si regjisor në punën me aktorën. Që nga njëherë ne regjisorët e filmit e harrojmë aktorin prej stresit të madh të teknikës dhe teknologjisë që e kemi rreth nesh. Prandaj teatri, gjithsesi që është një ndihmesë, edhe ja sugjeroj secilit koleg, regjisor filmit që me bë teatr. Me bë teatr se mëson diçka plus, që të hen punë në film, edhe pasurohesh si regjisor filmi. Shumica njerëzve kur i shohin filmat e mi, gjaja e parë që thonë, po vrejesh që je piktor, duke u bazuar në imazhin e filmit. Po, unë besoj që piktura ma shumë ma ka mësu skenarin, se sa që ma ka mësu fotografin. Në çfarë forme? Piktura është harmoni. Çdo element që ti e vendos brenda një kornize, qoftë ngjyrë, qoftë formë, duhet të jetë në harmoni me një element tjetër, qoftë ngjyrë, qoftë formë. Edhe për mendimin tim arti përgjithësi është harmoni. Si muzika, si piktura, si teatri, si filmi. Edhe në këtë aspekt unë e shoh që piktura më ka mësuar skenarin. Për shkak se një skenar i mirë nuk lejon ma tepër se ç'duhet elemente. Gjatë procesit, nëse skenaristi kupton zanatin, shkon pas çdo rileximi, shkon t'u eliminu gjanat tepërta. Është pak a shumë si matematika. Njëta gjë ndodhet edhe me pikturën,
që gjatë procesit eliminon gjanat e tepërta dhe aty ku ke munges e sheh dhe ndjen që këtu ka nevojë për diçka. Njëta gjë ndodhet në skenar. Po më pëlqen shumë ky shpjegimi yte. Ndërkohë, të realizosh film, vendin tonë nuk është e lehtë, e marr parasysh që jo gjithmonë kemi buxhetin të cilin duhet pasur për me realizu projekte me shumë ambicie të artistëve tanë, të regjisorëve tanë që me të vërtet kanë talentin edhe po realizojnë projekte shumë të mira. Kjo gjë është vërtetuar vjetëve të fundit me gjitha sukseset që i kemi shënuar. Sa ka qenë vështirë për ty të kalosh nga filmat e metrazhit të shkurtër që i ke realizuar të kaluarën me forcat e tua dhe që në fakt kam pas shumë suksese të mira në këtë projekt që ndoshta po besoj ka një peshë pak më të madhe. Me bë film nuk është e lehtë asgjë. Nuk është e lehtë as të ne, as në Kosovë. Edhe nuk është e lehtë as pak kur ti vendos me bo ato që ti mendon që është filmi duhur. Këtu, fatmirësisht, Kosova ka pas sukses ndërkombëtare në fushën e filmit, ka qenë pjesë e shumë festivaleve të mëdha, po nëse e bën një gjykim si artist, si autor, ti e sheh që gjitha ata filma pak a shumë takohen në rrëfimet e tyne, takohen diku. Edhe pak a shumë është e njëjta atmosferë, është pak a shumë e njëjta cast që përdoret në të njëjtën formë. Edhe në momentin që ti vendos me bo filmin tënd, që filmi em në këtë rast nuk është filmi i dikujt tjetër, ti përballesh me një e vështirësi plus. Se në radhë parë ki përballjen me disa juri, me kolegë, me ekipin që është duhesh me arrit me i bind ata në ata që ti po don me bo. Kjo është shumë e vështirë. Gjithmonë është e vështirë kur prezanton diçka më ndryshe se sa standardi. Në këtë rast edhe filmi që e kam realizuar edhe projekte tjera, unë besoj, edhe ashtu që e thojnë tjerë, është një qasje më ndryshe. Prandaj është një vështirësi me i bind ata që ky vlen, mund të ndodhë, filmi duhet të jetë edhe kështu. Mund të jetë si që keni bo, po edhe ky është film gjithashtu. Dhe kjo është sfida parë që duhesh me kalu, pastaj është sfida buxhetit, që është gjithmonë. Ne nuk kemi industri. Shpesh i dëgjoj që promovojnë industria jo, nuk ka Kosova industri të filmit. Nuk mund ta quash industri në vend që i prodhon 2-3 filma në vetë. Prandaj është mungesa e fondeve është shumë e madhe, shpesh fokusi i politikës nuk është tek fusha e filmit, sado që proklamohet që filmi është interes nacional, në praktik nuk e shohim si tillë. Përveç dëshirës me qenë pjesë e premierave dhe me marrë, me majtë fjalime sa shumë e dojnë filmin, po për kraja reale shpesh nuk ndodhë. Fatkeqësisht. Të ndalemi pak edhe te kasta, ke një përzierje aktorësh sepse ke në protagonistët që janë aktor relativisht të ri, gjenerate reja aktorëve në vendin tonë, Era dhe Valmire, kurse pjesa tjetër e kastës përbëhet nga persona që kanë bagazh të madh artistik si Astrid Kabashi, Teuta Krasniqi, Fatosi, pastaj është edhe Amernisi, Agroni, që janë që të gjithë aktorë që ka kohë të gjatë pra që kanë prodhuar dhe kanë qenë pjesë e kinematografisë sonë. Si e vlerëson punën me këtë kast edhe me këtë përzierje? Me shumicën nga ta unë kam punu edhe ma herë, nuk është hera parë. Teuta Krasniqi është edhe producente e filmit, edhe nuk ka qenë lehtë me bind Teutën me mu marrë me produksion, duke di që ajo është ma shumë e fokusume në aktrem edhe njëtë si aktore. Me Teutën kom punu ma herët, kom punu një shfaqe teatri, kom punu një serial televiziv, me Agronin gjithashtu kom punu një 5 filmat shkurt, 2 shfaqe teatri, me Eren kom punu në serial në iStar, edhe mu më pëlqen me prezentu Eren si zbulim imi, se një prej kur ka qenë fëmi. Gjithashtu me Valmirin kom punu edhe në serial, edhe tash në film. Jam shumë i lumtur me bashkëpunimin me ta, edhe i falenderoj që kanë qenë të hapun me mirë kuptu qasjen, edhe me pas durimin gjatë procesit që nuk ka qenë lehtë. Janë 35 ditë gjirime, jo të lehta, në një rrethon post-pandemike,
me kufizime të rara dhe me shumë vështirësi. Po, secili nga ta e ka bo punën në mënyrën më të mirë të mundshme. Po, si do të duket rrugtimi i filmit Ngrëk tutje? E keni ndonjë synim që do një merit? Po, ne po provojmë që filmi ta bëj jetën e tij ndërkombëtare. Kemi aplikuar në disa festivale, po presim përgjigje. Festivale tjera janë në ardhje që kemi me apliku. Të shohim. Nganjëherë secili film e ka fatin e vetë dhe jetën e vetë që nuk mundesh me ditë. Asnjëherë nuk mundesh me ditë. Secili nga ne kur nisëm me bën e film, e ndrojmë që premierën me bën Cannes. Po gjatë masi e kemi përfunduar kuptojmë që ndoshta është e pamundur. Jo për shkak që filmi mund të mos e meritojë, se nuk është i cilësitetit duan, po janë edhe gjëra tjera rrethanore që përcaktojnë suksesin e një filmi. Janë rrethana politike, janë përmbajtja e vetë filmit, për çfarë flet. Janë shpesh e dim që festivalet kanë shpesh misione politike, politika sociale, kanë temat preferume që dojnë me promovu në momentet caktume, të bazu në rrethana globale, çfarë po ndodh. Na momentalisht planeti është në dy lufta të mëdha dhe fokusi është atje. Patjetër. Edhe një selektori një festivalit ma tha vetëm kanë, tha, më vjen keq ta për luftën e Kosovës, po momentalisht ndodhen dy lufta më të mëdha. Kështu tha që filmat për luftë që i bëni ju, tha është problem me ju gjetë vend, se janë dy lufta më të mëdha që e mbulojnë atë dimension politik. Në ndërkohë, më intereson pak të flasim për përvojën e kaluar. Ke realizuar, thash më herët, disa filmat metrazhe të shkurtër, po më intereson ta di cili nga këto projekte, ndoshta për ty personalisht ka përgatit më mirë në fushën e regjisë. Me tregu drejtën, nuk është që muj me nda një film të saktuar dhe me thonë, okej, ky është që ma ka mësu zanatin. Mas shumë të që ka mësu për filmin është për filmit gjatë, thash, se është proces tjetër komplet me filmin në shkurt. Po, suksesi im i parë është Matan Lumit, film cilën e kom bo kur kam qenë në studime, gjatë fazës studime, në vitin e dytë në fakultet. Filmi është relativisht i suksesshëm për atë kohë, vitin 2009. Ka pas fitu festivalin 9/11 në asaj kohë, ka fitu në Skena A, po shfaq në disa festivale jashtë vendit. Edhe realisht ai më ka identifiku si regjisor, është filmi Matan Lumit, edhe kolegët e mi kanë dëgju për mua dhe kanë fillu me më njoftë për ati filmi. Mas një si sukses tjetër është In Memoriam, me një fëmijë piroman, gjithashtu fitu si edicionit tjetër të 9/11, ka pas një rrugtim pak ma të gjanë, edhe ka fitu në New York, në New York Independent Film Festival, në 2011 nëse s'ka bëj. Dhe filmi ime i fundit i shkurt është Memory, me aktorin e ndjerë Gjevat Quraj, që flet për një burr plak që del për shtëpisë dhe si pasojë Alzheimer nuk e gjen rrugën e kthimit për në shtëpi. Këta janë filmat e mi të shkurt që njerëzit më identifikojnë me ta dhe besoj që shumicën për njerëzve që kanë po janë memorien e tyre do të jenë për një kohë të paktën. Te di që jeni duke punuar edhe në një film të radhës, apo jo, në çfarë faze jeni? Po, unë nuk është vetëm një realisht, janë 3 projekte tjera, 3 skenare të cilat janë faza ndryshme. Projekti që është mas afërti quhet Vandal, po presim për financim. Ndërsa 2 projekte tjera janë faza pak më të hershme të skenarit, janë drafti i parë i dytë i skenarit. Dhe po të shohim që sa po arrim me gjetë financa dhe me shku drejt realizimit tyne. Lirian, po të falenderoj shumë që ndave këtë kohë për me qenë pjesën e për filmit. Sigurisht këtu po të them, jeni gjithmonë i mirë së ardhur me gjitha projektet. Është kënaqësia jona gjithmonë me fol për filmin kosovar, sidomos kur punohet me shumë vullnet dhe me shumë mund, sikur ekipi juaj. Faleminderit edhe një herë dhe suksese me Ngrëk. Faleminderit.